Unë jam shumë e lumtur që jam mes Shkodrës. Kjo është shpirti jem, jeta jeme, Shkodra jeme, juja jemja e paharrueshme, sepse unë kam 6 vjetë që kam hyrë në skenë, mos ndoshta edhe 7. Merrin me mend çfarë emocionesh kam unë. Shikoj këtë teatr kaq të bukur, ku jam rrit me një grup artistash të mrekullueshëm të qytetit Shkodrës. Pastaj sigurisht këtu janë figurat mëdhaja, në këtë rast do të uroj Fadil Krajen, që gjithmonë i ka dhënë shpirtin këtij teatrit, dramën tonë kombëtare. Fadil Kraja dhe Sarafin Fanko janë figura të paharruara dhe mani e mend këtë se i vonë kanë me ju ardhur. Një këting kaq e vogël në trup dhe kaq e madhe në shpirt e në talent, them se më ka frymëzu për shumë dramat tia, mijat. Unë kam shkruar dramë për te, duke pas parasysh një këte trup të vogël, shpirt madhe dhe talent shumë të madhe. Dhe unë jam krenar që Tinka është kaq vitale hala sot, dhe unë eroj gjitha të mirat për të mirë të kombit, sepse të themi atë, Tinka Kurti i ka dhënë aq shumë këtij komit dhe nuk ka marrë aq sa e meritorti.